Patjetër kualifikimi është i rëndësishëm. Unë e kisha shumë me stres këtë ndeshje për shkak se është vetëm një ndeshje, nuk ka VAR, nuk ka vazhdime, do të thonë, shkoa drejt për drejt në ekzekutimin e penalltive dhe unë e kisha shumë si ndeshje të rëndësishme dhe e theksoj që jam shumë i çliruar me kualifikimin më rritje. Si të duk skuadra, duke ditur që në këtë pauzë ndërkombëtare gjithmonë si trajner besoj që era e parë që luan ndeshje kompetitive, je mësuar të luash në miqësore edhe ti dhe skuadra të tjera. Realisht në fund me suksese kaluam qoftë fitoria me Shkupin, ashtu si ishte, qoftë edhe kjo sot. Janë ndeshjet mbrapa mbetura, janë ndeshje që futbollistët, domethënë tani edhe në këto fushat ku ka shumë shi edhe ku krijohen edhe balta, shfaqin shqetësime. Sot shqetësuese është lëndimi i Cakës, pastaj edhe i Tambës, kemi edhe portierin jashtë, kemi edhe Vane Kostevskin për një kohë më të gjatë dhe unë gjithmonë mendoj që të ruajmë shëndetin e futbollistëve dhe për atë jam i vendosur që të bëjmë edhe rotacione duke parë edhe lodhjen e tyre. Normalisht kuptoj edhe dëshirën e tifozëve dhe gjithëve që ne gjithmonë të jemi kompetitiv dhe gjithmonë të jemi me ekipin kushtimisht parë, po gjithashtu duhet ta dim edhe atë që çdo futbollist i cili është pjesë e shkëndijës meriton të jetë formacion dhe ne mundohemi që këtë pjesë të menaxhojmë në mënyrën më të mirëfillueshme. Ndonjëherë shfaqim edhe probleme, ndonjëherë ka futbollistë të cilët nuk janë në formën më të mirë, por kampionati është i gjatë dhe besoj se çdo njeri ka mundësi të tregojë vlerat dhe mundësitë e vet.